Besnik Bislimi në Prishtinë dhe Marko Gjorish në Beograd u bien të ponave të patriotizmit, por sa po zbresin në Zvicër, skenari ndryshon totalisht. Sipas gazetës zvicerane Neue Zürcher Zeitung, kryenegociatori kosovar dhe ministri i jashtëm serb janë por duke ecur krah për krah në rrugicat e qeta të Solothurnit, duke folur aq familjarisht sa kanë habitur edhe njësit e konfliktit Kosovë-Serbi. Kjo ndodhi pas një darke në qytetin e vjetër, teksa po shkonin drejt hotelit në muajin dhjetor të vitit të kaluar. Në Prishtinë, stafi i Bislimit e mohon. Këshilltari Klisman Kadiu thot se shefi i tij ishte i ftuar në Zvicër, por se Gjuriqin nuk e ka parë fare. Bisedimet e Solothurnit janë takime direkte larg kamerave që organizohen 2 deri në 3 herë në vit. Qëllimi i tyre është normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Për këto takime u raportua për herë të parë nga NZZ Am Sonntag në vitin 2022, por deri tani nuk dihej se në to merrnin pjesë aktorë të lartë politik nga të dyja palët. Sipas gazetës zvicerane, Serbia vazhdon të refuzojë njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe të shkel marrëveshjet ekzistuese, ndërsa si Vučići ashtu edhe Kurti e shfrytëzojnë dialogun për qëllime të brendshme politike. Për këtë arsye, nuk pritet ndonjë ndryshim i shpejtë i kursit nga asnjëra palë. Shënjestër.net